Zoti Çipi, nisur nga ajo që kemi parë në këto 60 ditë të protestës nga njëra anë, por edhe mënyra se si ka reaguar Edi Rama dhe ato ngjarje që po ndodhin rreth tij, a mendoni se po shohim fundin e Edi Ramës apo ai do t'ja hedh sërish edhe këtë radhë? A do t'ja hedh apo jo, këtë nuk e di. Po unë uroj që ky të jetë fillimi i fundit të Edi Ramës. Fundi i vërtetë i Edi Ramës mendoj që është ende larg, nuk është as pas një jave, as pas një muaji. Por sot kam më shumë shpresë se sa më herët, se sa madje edhe që në ditët e para të protestës. Dhe ky optimizmi im buron nga lajmi i dieshëm që në Poliçan, në një qytet që ne e kemi konsideruar gjithmonë një lloj Stalingradi i vogël i Shqipërisë, pra një vend ku votohet masivisht, sistematikisht Partia Socialiste, ka pasur protesta kundër qeverisë, kundër kryeministrit dhe kryetarit të partisë, që kanë kulmuar me djegjen e teserave të Partisë Socialiste, teserave të antarësisë. Për mua ky është lajmi më i mirë në Shqipëri në 2 muajt e fundit. Ndërkohë, edhe kryetari i Partisë Socialiste të Poliçanit ka dhënë dorëheqjen përmes një fjalimi që mbajti ditën e djeshme ku dogjën edhe kartat e antarësisë. Po, kjo është ajo që quhet revolucion demokratik. Për këtë ka nevojë Shqipëria. Shqipëria nuk ka nevojë për një 97 të dytë, nuk ka nevojë për përballje me armë të palëve që mendojnë ndryshe. Ka nevojë që pikërisht këta njerëz që i kanë shërbyer me vetdije, pa vetdije, me interes, pa interes, këtij sistemi që kemi, sistemit bipolar, që na sjell në krye një herë Ramën dhe një herë Berishën, këta njerëz pra të rebelohen, të braktisin partinë e tyre, duke e ndjerë veten për aq sa kanë votuar, përgjegjës edhe ata për gjendjen ku është Shqipëria. Gjithmonë vlen të thuhet më mirë vonë se kurrë. Unë nuk e kam parë as në ëndrat e mia më të bukura që socialistët e Poliçanit, të cilët po e theksoj i kanë menduar si fanatik të Partisë Socialiste, dhe besoj që deri diku kanë qenë, ashtu siç ka socialist fanatik edhe në Vlorë, në Tepelen, në Gjirokastër ndoshta. Pra janë rebeluar me inat, me zemrim kundër kryetarit tyre të partisë. Djegja e teserës është një akt shumë simbolik, por shumë i fortë. Dhe nuk është një protest thjesht ndaj kryetarit të partisë. Është thyrje e plotë e besimit për atë që ka bërë partia si e tërë, jo thjesht kryetari. Se ndryshe ata do dilin do kërkonin dorëheqjen e Edi Ramës si socialist. Pra, jemi antar të partisë, duam dorëheqjen e Edi Ramës nga kryesimi i partisë, apo duam votim, zgjedhje në parti. Jo, ata kanë braktisur partinë. Dhe për mua ky është një gjest fantastik që do të ishte një mrekulli nëse do të pasojë nga gjestet të tilla nga demokratët. Demokratët që e kanë kuptuar që Berisha është gjysma e problemit, është ana tjetër e medaljes, do duhet bëjnë njëjtën gjë. Të rebelohen ndaj një kryetari që zgjedhet kryetar pasi ka humbur zgjedhjet dhe pa kandidat alternativ, pra në një garë false, tipike me ato që bëheshin në komunizëm, apo që ka bërë Erion Veliaj kur është zgjedhur herën e parë kryetari i G99-s, duhet të thënë që është zgjedhur dhe ai pa kandidat alternativ. Është koha pra që demokratët të thonë stop, kjo nuk mund të jetë parti demokratike. Ku kryetari vendos një nen statut që thotë kryetari i partisë që ka humbur zgjedhjet largohet automatikisht dhe nuk e zbaton i pari, sepse humbi zgjedhjet vitin e kaluar, dhe pasi nuk e ka zbatuar statutin, na rikthehet në krye të partisë pa kandidat alternativ. Për mua, unë e kam thënë shpesh, do të vazhdoj ta them, të gjithë socialistët që vazhdojnë të militojnë Partinë Socialiste, pas gjithë këtyre që ka bërë Edi Rama, pas gjithë këtyre talleve që i ka bërë shpresave mundit punës edhe djersës tyre, dhe pas talljes që bën Sali Berisha nga rizgjedhja në Thonjza, se s'është rizgjedhje, rimarrja pra e kreut të Partisë Demokratike në fund të majit të këtij viti, të dy palët janë fajtor për çdo ditë e më shumë që rrin ato parti. Shqipëria nuk ka nevojë thjesht të rrëzojë Edi Ramën, ka nevojë të rrëzojë gjithë këtë sistem
të partive të vjetra që na ka sjellë deri këtu. Këtu përfshi edhe LSI-n, është edhe ajo një parti që duhet të dalë nga fusha, dhe idealja fare do të ishte një koalicion partish të majta dhe të djathta, që hyn në zgjedhjet e ardhshme si njëri vetëm për të rrëzuar sistemin, të marrë shumicën e votave dhe pastaj le të ndahen partitë sipas interesave, sipas ideologjive, nëse do të kenë ideologji, megjithëse unë nuk besoj më të asnjë lloj ideologjie. Zoti Çipi, ka pasur protesta edhe në Prenjas, në Belsh, por edhe në Patos. A mendoni se pavarësisht faktit që këto janë qytetet vogla, pra nisur nga pesha e tyre sa i përket numrit protestuesve, por edhe zëri që mund të dëgjohet, në aspektin simbolik, a mendoni se këto protesta mund të vinë të zjerohen dhe mund të arrënojnë nga brenda Edi Ramën? Po, potenciali është, shpresa është, njerëzit këtë radhë duket se kanë kuptuar që kur i merret burimi i ujit, kur nuk i bëhet një rrugë apo kur i prishet një rrugë, kur i mbyllet një shkollë nëntëvjeçare, apo kur rreth shëndetësore e ashtu quajtur që është ka të ndisur vetëm me një kasolle që s'ka as infermier, transferohet gjysmëore larg me makinë apo më larg, kanë kuptuar që duhet të reagojnë vetë, duhet të protestojnë dhe të kërkojnë rikthimin e dinjitetit dhe drejtave të tyre pa përfillur partitë në opozitë apo partitë në pushtet. Është shenjë se njerëzit e kanë kuptuar tashmë se të gjitha partitë e vjetra janë pjesë të njëjtës skemë, të njëjtës lojë, të një opozite gjoja që thjesht legjitimon qeverinë në vjedhjet që bën. Sepse Edi Rama mund të shkojnë në çdo kanceleri europiane dhe të thotë në Shqipëri ka zgjedhje, unë fitova zgjedhjet, njerëzit protestojnë por është e drejta e tyre, por tek e fundit unë jam aty me votat e 800.000 shqiptarëve. Këto lloj protestash tregojnë që Rama edhe nëse ka marrë 740.000 vota sa pretendon ai që ka marrë në zgjedhjet e fundit, edhe nëse zgjedhjet po pranojmë sikur kanë qenë të ndershme dhe të lira, dhe i ka fituar pra me merit Rama 740.000 vota. Këto protesta tregojnë që ka gryrje dhe ato vota Rama nuk i ka më. Shikoni, ka pasur një debat në Shqipëri në vitin 96, nëse Partia Demokratike, pavarësisht akuzave për manipulime në zgjedhjet e 26 majit 96, i fitoi apo jo zgjedhjet. Unë hy tek njerëzit që qysh atëherë edhe sot vazhdoj të besoj që Partia Demokratike i ka fituar ato zgjedhje, por jo me atë rezultat. Pra, jo me atë shumicë ekstreme mandatesh që fitoi diku 95 zona në 115 që ishin gjithsej, zona zgjedhore majoritare. Kjo konfirmohet nga fakti që në zgjedhjet e tetorit që u zhvilluan atë vit, Partia Demokratike i fitoi sërish zgjedhjet. Dhe zgjedhjet e tetorit, opozita dhe komuniteti ndërkombëtar i pranuan rezultatin, nuk thanë që ka deformim të rezultatit për shkak të manipulimeve. Por 6 muaj më vonë, Partia Demokratike kishte humbur kontrollin përmes qeverisë së saj, sigurisht, kishte humbur kontrollin e gjysmës territorit të vendit. Dhe vendi shkoi në pragun e një lufte civile, që shpëtoi vetëm nga ndërhyrja ndërkombëtare. Kam përshtypjen që jemi në të njëjtën situatë. Erozioni i votave është masiv. Njerëzit që janë të zhgënjur nuk janë vetëm demokrat apo njerëz pa parti si puna ime, por janë edhe socialistë. Unë jam i bindur që në çdo protestë, nga ato që përmendet ju në Prenjas apo në vende të tjera, kudo ku po protestojnë njerëzit për ndarjen territoriale, për burimet, për kullotat apo për pyjet që nuk po ja jep qeveria ose po ja merr, apo për paketën e maleve, kudo ka edhe socialist. Socialistët po kuptojnë që ideologjia e ka vlerën në tavolinë, të ajo që ti ha. Kur ti s'ke buk, ideologjia nuk i duhet as dreqit. Prandaj e shoh me shpresë dhe besoj se këto lloj protestash po ja afrojnë fundin e Edi Ramës. Në këtë rast, a mendoni se Edi Rama e ka kuptuar që mund të rrëzohet nga vetë socialistët dhe gjithë struktura e tij e partisë politike mund të përçahet nga brenda